Përshëndetje nga Perla with Love Handmade. Përsëri, këtë herë për t'ju treguar përgatitjen e tortës së dytë, e cila ishte për të dy fëmijët, djalin dhe vajzën. Djali e ka ditëlindjen në 30 nëntor dhe vajza në 29, një ditë më përpara. Për tortën na duhet si gjithmonë krem pana dhe mascarpone. Në këtë rast, nga që ishte edhe më e madhe torta, ka marrë 3 krem pana dhe 2 mascarpone 250 gram ose një 500 gram. Si që shikoni, kam rrahur së bashku, por përsëri pa sheqer. Këtu mund të shikoni edhe një herë kekun, pandispanjën, se sa e butë dhe se sa e mirë ka dalë. Atëherë bëjmë shtresën e parë me krem dhe shtojmë në këtë rast, sipas dëshirës së fëmijëve, kam shtuar reçel, fruta pylli dhe kam vendosur shtresën e dytë. Kremin e dytë sipër e kam bërë me tortën kreme nga Dr. Oetker, si që shikoni, me qalp dhe qumësh. Sasit do ja u shkruaj në përshkrim. Shikoni se sa i mirë del kremi dhe gjëja më fantastike është se ngrin shumë shpejt dhe mirë. Këtu kam vendosur pak ngjyrë, ashtu dhe si torta e parë, dhe i kam mbushur qeset me krem. Në këtë mënyrë unë kam bërë topta roz dhe blu dhe gjithashtu e kam zbukuruar me aksesor për tortën sipas dëshirës së fëmijëve. Ata i kanë zgjedhur çdo gjë vetë dhe e kanë vendosur vetë. Faleminderit që më ndiqni. Mirupafshim.